Paso Mondial në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë dhe miq të Paso Mondial, takohemi si çdo ditë në orën 14 tu në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu në Super Sport 1 gjatë këtyre 60 minutave për diskutuar për ngjarjet e botrorit. Janë kualifikuar 4 ekipe në 16 më të mirat, por nuk ka akoma asnjë europiane. Edhe Gjermania dhe Hollanda, dy skuadra që parashikoheshin të avanconin përpara, dalin jashtë këtij raundi. Gjermanët duhet të thënë në mënyrë pak turpëruese me ato penalltitë e fundit. Diskutojmë sot me Astrida Fizi që na bashkohet në studio. Përshëndetje. Faleminderit për që jemi ne sot. Do jesh çdo të marrë dhe të premte për të komentuar ngjarjet e botrorit bashkë me Lorenzo Minin. Mirdita. Dhe Livian si gjithmonë. Përshëndetje të gjithëve. Që ka gjetur çdo gjë. Faleminderit që na solli profesorin, se unë kisha kohë pa parë dhe është knatësi. Me Glentin që kemi kohë që njihemi edhe kemi punuar bashkë. Do bëjmë disa analiza ndeshje edhe Brazili, sidomos që dje profesorë kanë ndjekur mirë dhe po analizonin pak se çfarë mungon këtij Brazilit nga në krahasim me Brazilet e mëparshme, ekipet që kanë pasur në botror. Duke pas parasysh vitet që kam edhe atë kohën që kam pa, domthonë Brazili shoh që ka vite 70. Po. Edhe por ma vol pastaj edhe tu rrit, edhe tu pjek, krijon një farë ide të kush është skuadër. Por ky i sotme është ndryshe në gjithë aspektet. Brazil ndryshe. Dje thoni pak Brazil më italian, thënë mbrojtje. Sa botrore ke parti? 70-a. 78 po. 15 botrore si. Për 4 shokzoj. Kemi njëri që ka 15-të. Ja, unë jam nga 70-ta. Gëzimi. Po aq edhe profesori aq është 15. Se mund dalë se si bën mirë llogarit. 15 sa i bie. Që nga 70-ta. Kështu që unë i kam pa. Bile sa të po thonim me profesorin që si nuk ka Brazili një mbrojtës krau, për shembull si ai, si Carlos Alberto që bëri atë golin për shembull krau, se që fluturonin ato krau. Dje duke pa pas ndeshjen unë bëj edhe gjithmonë krahasimet. Unë me vërtet simpatizoj Brazilin, po jo këtë Brazil, me të thënë drejtën. Ndoshta ardha e Ancelotit për shumë vetë është prit shumë mirë. Po ndoshta megjithatë meritat që ka si trajner. Ndoshta nuk është për Brazilin, mendoj unë. Po, mos kush e di profesor nuk ka të brumin që mendon ti, domethënë se nuk është se ka ndonjë lojtar që ai për shembull nuk e ka marrë ose qofse me këto futbollist mund bënte një stil tjetër loje. Domethënë ndoshta ai me këtë brum që ka të do gatues se ç'a të bëj. Kur shkon në një vend atje, siç është Ancelotti, se ka lëvizur në shumë skuadra, i bë llogarit mirë përpara. Ky është Brazili, nuk është se do të dalin të tjerë, ose zbuloi, ose gjej ku janë gjithë botën, se këta janë shpërdar. Kështu që kjo është një diçka që nuk qëndron kuptimin që Ancelotti ka shkuar atje se do të gjete talentet më të mëdha që ka. Ai ka studiuar këtë punë dhe ka vendos. E para, kjo i përket pastaj onesti personale. Por unë shikoj që akoma te Brazili nuk gjen lojtarë të cilët si përmendën pak më përpara, lojtar krahët. Brazili ka luajtur mbrojtje me lojtarë të krahët më të mirë, Majtas dhe Djathas. Po. Ne i përmend me pak për vite ka patur shumë. Boll nga Krau Diaz që ka qenë me Cafu e kompania, apo Roberto Carlos, po Krau Marcelo, apo kanë qenë tjerë, Maicon, Dani Alves, pra këto kanë qenë lojtarë më që këtu apo loja. Sot kush ishte atje? Danilo, edhe ai lojtari i Zenitit. Një si kishte Roger, si e kishte ai. Lojtarët të cilët duke pas parasysh ndoshta edhe nga halli, nga zori, ky u detyruar me fut Danilën, se në ndeshjen e parë nuk ka qenë Danilo. Po, ashtu ishte. U vra edhe një tjetër, nuk mos gabohem. Kështu që për mendimin tim kjo lojë u prish. Pastaj kthehen të disa lojtarë të cilët ky i njeh, pavarësisht Casemiron ky e njeh. Pa Casemiro nuk është Casemiro i Real Madridit. Siç e ka pasur. Duket sikur performanca ka ardhur rritje, dje doli lojtari ndeshjes për golin që shnoi. Ai doli për golin, po të shikosh pak me vëmendjen mes fushës ato ishin superior pjesën e parë, sidomos po flas për skuadrën e kundërshtarit që kishte. Mua dje për shembull nga Brazili më pëlqeu mënyra se si reaguan. Për shembull ata që kur hyn pjesë dytë ti e kuptoje që është një gjë ndryshe. Pra, i vun një presion japonezët që nuk po dinin dot të organizoheshin. Domethënë kishte një lloj furie Brazili përpara, se ai lupi që goli do vinte. Domethënë mos në një moment tjetër dhe sidomos mbas barazimit sikur u qetësua skuadra. Nuk kishte më atë frikën. Se edhe në mbështetës po të shkonte prap do e bënte golin. Ato e njohin Japoninë. Normalisht edhe njohin edhe kush është Japonia dhe si lund Japonia. Por Japonia ka bën ndryshime të jashtëzakonshme këto 20 vjet. Nuk është rastësi që kjo merr pjesë në kampionate vazhdimisht, pa është grupi i lojtarëve që ai prodhon vazhdimisht edhe shpërndarë në gjithë Europën. Gjithë botën. Kanë disiplinë. Ekip që janë lojtarë të cilët me strukturën që kanë i përshtaten në atë mënyrë lojet si duhet luajnë. Ata nuk luajnë me topa të gjatë, ata nuk luajnë me topa të lartë, se s'kan shtat lartësi. E vetmja gjë që ndryshoi Brazili ishte krosimet. Po.
Dhe me krosimin arriti të fitoj. me Aty krosim, bëni golin, aty mund të bote prap, pa pjesën e parë absolutisht. Ato bën edhe markim të jashtëzakonshëm, një skuadër disiplinuar. Ushtar, kamikaz, të cilët nuk dorëzohen. Kjo është ajo diçka që ato i marrin, se talente si punë Brazili ata nuk kanë. Janë lojtarë një standardi, një lloj mënyre lojen, ama shpejtësi dhe kishin pra. Me 2 topa, 3 topa kur i kapën ja 2 herë në befasi, Brazili ditë. Pse? Vetëm 2 lojtarë të qendrës janë për mua, janë lojtarët më të mirë që ka sot edhe mbrojtja. E gjithë kampionatit. Gabriel dhe Marquinhos, po. Ata janë lojtarë me të vërtet, duke futur edhe portierin, normalisht nuk është pa. Shiko, por pjesa tjetër e lojës o do të jenë pastaj Vinicius në formë. Nga Vinicius, po. Që pjesën e parë absolutisht u fshu. Spati ato hapësira si gjithmonë. Por di çfarë vere unë te Brazili, e kam vere edhe te disa ekipe tjera sepse këtë e kemi diskutuar. Një shtet me 220 milion banor që furnizojnë gjithë botën me lojtarë. Madje I thash Manushit që do merren pak me statistika, do nxjerr në 5 ligat më të forta të Evropës, do nxjerr sa brazilian janë në ekipet më elitare, dhe të katandisesh të luash me 5-6 lojtar 34 vjeçar, unë këtë nuk arrit dot akoma ta kuptoj. Domethënë, Danilo 34, Marquinhos 34, Casemiro 34, portieri 33. Kush ishte edhe një tjetër? A s'ka Brazili lojtar tani që të luaj me këta? A mund të luaj pas ka? Si duket s'ka. Por se ne diskutonin për kombëtarën shqiptare dhe thoshim, "More zgjetëm një mbrojtës të majt ne apo që të zvendësoj këtë mitajn." Dhe ne thoshim si ka mundësi more zgjen Shqipëria. Ktu s'po gjeka dot Brazili. Dhe luan me Danilo që Danilo s'ka luajtur ndonjëherë mbrojtës djathtë dhe te Juve. Ishte mbrojtës qendër. I nga dal, s'di të tribloj, s'di të pasoj. Dhe goli nga Danilo erdhi. Po flasim në qendër, po. Po flasim për Brazilin. Ne lexoj mirë ai sensorori japonez. Edhe një fjali dhe e mbylla, se jam shumë dakord se e kisha edhe unë këtë mendim, po domethënë duke thënë ti tani jam I lumtur që e pas kisha edhe unë në mendje që edhe unë jam dakord që Brazili të ketë Ancelotin trajner. Nuk I shkon fare. Ore, Brazili na ka mësuar që kur dilte Brazili me këtë do ekip që të ishe, beshe tifoz me Brazil. Këtu tani përveç Vinicius, që ai dihet që tu striblon asnjë. Mund të kenë shumë arsye pse ka bërë zgjedhje Ancelotti. Mund të kenë shumë arsye. Po edhe kontingjenti nuk shoh shumë talent ke Brazili këtë vit. Dhe po ti shoh edhe me fushorët e qendrës janë më shumë robust se sa krijues. Edhe këtë që përmendi pak edhe Lorenzi. Në vitin 2014 ishte ajo 7-1 I Gjermanisë me Brazilin. Po, 2014 në Brazil. Po, me Neymar. Shenjat e filluam me dhanë që aty. Domethënë që Brazili filloi për këtë 12 vjet, se kanë kaluar 12 vjet. Po ai ka qenë rezultati më I mirë që kanë bërë kur kanë fituar në 2002-shin. Nuk avancojnë dot më përpara deri aty. Nuk arrin, nuk dalin sepse edhe presioni është shumë I madh. Thënë Brazili është mësuar me trofe. Edhe Ancelotin e kanë vu pak në trysni. Po. Një nga ato kush ishte? Marja Neymar. Edhe këtu ka një problem të cilin edhe unë kam thënë me të mirë pris largut në divan, inshallah se merr. Po kur ta kërkon gjithë populli, si do bësh? Po populli pra kjo është se ti edhe në Itali atë kohë bëshim gjithë populli donte Roberto Baggio kombëtar. Edhe morën pastaj trajnerë. Normalisht, ajo është një diçka një thik me dy presa, se në momentin që ty del mirë, ti në rregull dhe I hero. Momentin që ti je nis nga këto, thus, po trysnia ishte. Po ta mendosh ai nuk është se I ka krijuar probleme në këtë moment. Nuk po përdor media për shkak për të bërë presion trajnerit që ai të futet. Ai dje për shembull e pranoi stolin me qetësi, nuk u bë gurgule e madhe. Po duhet ta pranoj se s'bën sepse është bën një bisedë. Ka bën një pakt që ai mos ta shqetësoj skuadrën. E dyta është edhe kjo, duhet ta përmendin. Rafinha u dëmtoi. Rafinha është një pik e mirë e lojës së Brazilit. Duke ikë një krah, mbeti vetëm Vinicius. Tani ka marrë të Ryan që është një lojtar I bonë mundsi. Është mirë, nuk një zbulimi viteve të fundit është një diçka. Po unë mendoj që trusnia është e madhe, edhe ai do ketë normalisht atë përgjegjësinë e vet, se në momentin e parë që I rrshasi kamë Brazilit. Patjetër. Edhe mos gabon do përplaset me Argentinën. Po, ka kraune, po më përpara mund të përplaset një herë me Anglinë më përpara, nëse do vazhdojnë ngjarjet. Pastaj Argentina mund të jetë gjysmëfinale. Tu është pastaj një provë tjetër që është thash e jashtëzakonshme. Ka prova përpara. Livia ti si e pe? Jo, unë siç tha edhe ti, koha parë isha shumë e friksuar normalisht sepse Japonia e tham është një ekip shumë teknik, është goxha I shpejt dhe kanë pas shumë frikë brazilianët në kohën e parë, por në kohën e dytë pash një lëvizje komplet të ndryshme, po unë
e dje që do fitonte Brazili. E ndjesha. E ndjesha tash. Shiko, unë mendoj që Japonia e vlerësoi më shumë se ç'duhet Brazili, se pjesën e parë po ta kishte vazhduar atë, do t'i kishte dhënë gol e dytë për shkak. Pe që kapi disa herë, madje vura re pjesën e parë një moment që korne Brazili dhe thyet aksioni del Japonia dhe shikoj që vrapon Vinicius dhe dy mbrojtësit ishin duke ardhur kështu duke bërë vrap let. Dhe Vinicius vajtin 16. Domethënë ky Brazil nuk shikoj fare Brazil aty. Unë them t'i japin pak kohë se nuk I diet asnjëherë. Domethënë gjithmonë ndryshon gjë. Çdo fitore t'jep më shumë zemër, t'jep më shumë moral. Unë duhet kapem ke Brazili, ke mënyra se si reagoi. Domethënë qetësia që kishte trajneri, sepse po ta shikoje, ai goli I dytë kur u bën minutë fundit, çdo trajner tjetër do ishte fut fush. Ai kishte një lloj qetësie. Se the disa herë këtë reagimin. Ora është ndeshje me eliminim direkt, jo nuk ka kohë të mendosh. Kur shef ato bluzat e verdha të Brazilit, çdo ekip përpall 13, është ekipi I madh Brazili. Është skuadër e madhe, pastaj. Por është një Brazil që mund të mos ta kapi të katërt. Po të shohësh se çfarë ndodhi me Gjermaninë. Si shkoi Hollanda. Domethënë Brazili prit se tani nuk ka më skuadra të lehta, aq më tepër që Japonia bën kampionat mirë. Dje për shembull, po shihja një statistikë të Paraguajit, që ishte shumë e çuditshme, nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Minuta 34 dhe Paraguaji kishte bërë 31 pasime. Po s'ke ja dorzuan topin. Pra I binte më pak se një pasim në minutë. Ja dorzuan topin. Pra një minutë e pak e mbante topin kundërshtarit, ti pastaj e preki një herë. E kishte lënë pra. Është strategjik kjo, vazhdo të luaj me topin, unë kam një detyrë tjetër. Ka parë skuadër më të dobët. Më hileqare në aspektin e mirë, jo se bëri hile kështu, po luante me ato gjërat e vogla, ta bezdiste kundërshtarin. Më ekip nuk e di, I poshtër që si Paraguay nuk kanë pa një skuadër tjetër. Thojza që ne përmendën nga një fjalë ishin lojtarë dhe skuadra e pistë në lojë. Edhe bile I qiti jashtë fazët e kalojmë në ose të Gjermania dhe imagjino tash Musiala u detyru për I nervave që ju fut randa atij tjetrit që një moment ky si dha faul se e çakurdoi nga nervat që ai vet tipi I ka qenë tip që a do lyn futboll ajo është një ran. Po dhe Brazili po shkonte drejt shtesës. Tash do ta pranoj. Brazili po shkonte drejt shtesës. Gjermania e do fliqemi se me Gjermaninë apo me Hollandën që dolën ato Brazil. Te penalltit pastaj kur vjen puna me dal me skuadër të kategorisë tretë me penallti Brazili, nuk fitoi as skuadra kategorisë tretë. Se penalltit mund t'i çojë më mirë dikush tjetër se sa ti. Domethënë një gjë për shkak që po e mendoja sot që nuk ka ndryshuar në historinë e futbollit janë penalltit. Se çdo gjë ka ndryshuar. Lojat, mënyra lojës, stili lojës, Brazili ndryshon, Gjermania ndryshon, gjithë ekipet ndryshojnë, vetëm penalltit nuk ndryshojnë. Vetëm se domethënë aty ti gjithmonë je me frikën që mund të ikësh dhe nuk përmirësohen asnjëherë. Nuk kujtove penalltit dhe dua ta shikoj këtë se ka ndodhur një rast dje te Maroku me Hollandën, që e pret portieri penalltin, dhe pastaj prek në kamp gabimisht të futi vet. Si shpjegoj ajo? Duhet ta shikoj se njëra nga penalltit. Kur ran tok portieri holandez priti, dhe topi kaloi poshtë dhe ai gjatë lëvizjes se ka të thembra dhe futet gol. Po logjikisht, unë përdor logjikën se nuk e s'po gjej dot rregullore që ajo është penallti një goditje, jo nuk futet me topin. Po sa është koha që duhet të presësh topin për shkak që të thuash se jashtë apo brenda. Sa është koha? Ka një kohë penalltia? Unë mendoj që këto lloj goditjesh që janë me një goditje, nuk ka top futje në lojë, nuk vazhdon aksioni. Ai me pritjen e parë duhet të kishte ndaluar. Pritjen e parë duhet ndalonte lojë për mua. E ka prit penalltin. Pra te pritja e parë ndalon. Sepse ai topi, ai kishte ra topin në shpinë këtu mbrapa, po rrite dhe ky duke lëviz me këmbë futi më. Ka thambër futi gol dhe dha gol ai. Ky është një diskutim që do Po ne jemi te këto diskutime. Po goli I Gjermanisë janë anulloi. Se Klopp kishte thënë pas ndeshjes që po ta anullojnë këto gola, Arsenali 60% gola do ishin anulluar në kampionat. E vërtetë është kjo. Te pe atë momentin ka faull te portieri aty apo jo? Si e mendon ti? Është rast shumë I imët për tu parë, por unë po shikoja me vëmendje se kur e pash fillim u duk sikur s'kishte fare lidhje, por lojtari Gjermanisë nuk është se bën ndonjë lëvizje për t'i shkuar portierit. Për ta mbajtur ose për ta tërhequr ose diçka. Domethënë po ta shikosh me vëmendje, ai është në vend dhe shkon portieri, bën një lëvizje për plaset me atë, u mbet një kohë, bie në gjuhë, ngrihet. Dhe aty tani këta mendojnë që ai humbi kohën për të reaguar tamam. Sa I shkoi pa dhe mvar. Sqarimi është ky. Një lojtar, portieri nuk lejohet te zona e 5 metra të preket. Por gjithmonë kur shkon sulmuesi, kur thua të preket preket kishte aty. Jo, po shiko pra, diferenca.
Por ama, prekje quhet edhe nëse një lojtar, unë jam sulmues, rri në zonën e 15. S'më ndalon njëri të rri. Po. Vjen portieri për plaset me mua dhe bie. Dhe Pra, kjo prekje kur ti rri pa lëvizur dhe të vjen ai për plaset, po ti mund të bësh atë bllokun që quhet. Po bloku quhet kur unë jam i pa lëvizur, rri në vend. Po, sepse sa shumë duk si blok di. Blok ti ka qenë një gol që te një ndeshje prapë që beri mbrojtësi. Që anulloi asistenti te ndeshjet e botrorit. Te botrorit tani, po ishte te këto ndeshjet mua më duk fix gol Arsenali ai, domethënë siç bën ato skemat. Unë duke pa mënyrën e zhvillimit edhe këtyre momenteve, kjo pikë e përplasjes ose e shkapetjes me portierin është lënë evazive në rregullore. Kjo pjesa e kontaktit me portierin. Ne përpara, paktën për flas para 40 vjetësh që ne kemi luajtur futboll. Nuk u prekte portieri, edhe gjithmonë u favorizote portieri kur delte nga porta. Sidomos në 5 metra. Unë mund të hell drejt kështu. Portieri u përplasen me muaj vjetë fall. Favor portierit. Tash interpretimi në Angli është ndryshe, të cilën e përmendi pak edhe Kloppi. Nëse do i referohemi kësaj që ato përplasen me portierin, aty do të ishte për mua ishte gol i rregullt. Po, sepse portieri u çun kam prap. Nuk është se ran tokë, edhe ai përfitoi se ra portieri dhe bëni gol. U çu vazhdoi lojën ai. Nuk e kapi se ishte goditur shumë e fortë. Goli unë mendoj se ishte gol i rregullt. Gjithë diskutimi është këtu se tani më përpara që thua ti është e vërtet kjo që për shembull dhe unë kur normal kërcente portieri dhe binte mbi një lojtar që ai ishte pak topi nga dora, ne kemi thënë fall. Por edhe kjo nuk është kështu. Sepse ti si andalon do të një sulmuesi të rritë zona 5 metra. Unë aty duhet rri. Por problemi që ndron kush e krijon kontaktin. Sepse sulmuesit janë bërë të zgjuar tani, shkon portierit, i bën një blok që ta humbas ritmin dhe ai pastaj ajo në zonën e ertë të portierit është allatar. Ashtu si përplasen e shtyen me njëri tjetrin. Aty mund t'japish. Kemi parë gola këtë vit. Po jo të kapi edhe mundja kështu të binte të dy tokë bashkë, se interpretimi është legalizuar, si më thënë, në thojza e kanë bërë si, domethënë për hir të atij futbollit fizik që bëjnë. Mirpo tani këta e kanë kaluar masën. Dhe të gjitha kampionatet marrin kur duan të bëjnë një krahasim analog, marrin Anglin. Po dhe Anglia këtu ka gabime sepse rastet e Anglisë me portierin janë pafund, që i bën blok portierit, një sulmues dhe ai kërcen me kokë bën gol. Dhe duhet bëjnë atë bllokun. Ti Livia si e pe Gjermaninë? Tani tu bëj qefi pak për Paraguajin? Mu më ba qefi me thënë të drejtë. Që doli Paraguaj, a? Po, nuk e doja Gjermaninë në botror. Nuk e do të vazhdoj. Sepse mund të jetë një ekip që edhe mund të bezdisi. Normalisht unë duke qenë se jam tifoze. Paraguaj do bë protagonisti i penaltive dhe i gjithë ndeshjes, se kishte një histori të jashtëzakonshme. Kur përpara 4 vitesh kishte shitur çdo gjë për t'i ardhur ndim djalit vet që kishte qenë i smur. Ishte një personazh jashtëzakonshëm dhe dhe bëri paraqitje shumë të mirë gjatë gjithë ndeshjes, jo vetëm në penalti. Duke pas parasysh atë trup që kishte ai gati 2 metra. 2 metra gati. Po. Ai kishte edhe atë për realitetin e mirë në pritjen e penaltive dhe e pash në trup e gjitha gjërat ishte i lehtë. Po dhe në tokë është tokë rishite dhe bitën tokë shpejt. Por kthehemi pak te loja e Gjermanisë, ka faj në disa momente edhe Nagelsmann duke pas parasysh ndërtimin e formacionit. Unë për mendimin tim duke pa vendosjen e Kimish në krahun e djath, ku edhe gjatë grupit ai dha atë që nuk është për këtë vend më, sepse ka ra shpejtësia. Ky sa u fut pastaj më vonë, e futin mes fushë, nëse më men, duke fut këtë numrin 3, që ishte ky që i bani edhe për plasën me portierin, dolin mes fushë. Loja kompletu pak se përvoja ti, eksperienca ti, aty ishte Kimish. Edhe s'doli aty si doli. Kështu që edhe ky kishte disa për mendimin e disa vendosje të gabume apo marrja për shembull në kombëtare edhe Gorenca. Gorenca kishte një vit që slute te Bayern Munich. Do ta marrë edhe Milanin Po ajo është një gjë një diçka se mirë që ma solli fiksuar. Gorenca do ishte as ishte në fushë, ai ishte në fushë. Kto ma bisin mua dhe thoshim Silvinho. Ora këta që nga Silvinho të gjithë. Po këta ka thënë që nuk largohen për momentin. S'ka Gjermania. Do vazhdoj të jetë. Livia ka një informacion para se shkojmë publicitet. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Bëjmë një shkëputje të shkurtër sepse pas pak do flasim edhe për ndeshjet që luhen sot, zbret në fushë Franca me Suedin, Norvegjia me Brekun e Fildish dhe Meksika do në orët e para të mëngjesit me Ekuadorin. Livia përsëri na jep një informacion të rëndësishëm.
Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë. Deri ditën e finales do të përfitoni. Pra. Ndërkohë, sot 30 qershori është një festë kombëtare në Paraguay. Presidenti ka thënë që të gjithë le të festojnë për këtë moment krenariat e kombëtares për kualifikimin në raundin tjetër dhe e bukur është se dy vende kanë bërë festë kombëtare një ditë, Ekuadori dhe Paraguay, dhe të dyja ditën që kanë mundur Gjermaninë. Njëra eliminoi, tjetra e mundi. Ndërsa sot në Meksik gjithashtu është një ditë pushim kombëtar, nuk ka as shkolla, as gjë. Të gjithë duhet punojnë nga shtëpia sepse luan kombëtarja me Ekuadorin sot, ose më saktë nesër në orën 3 të mëngjesit, Meksik-Ekuador në Azteca. Dhe Meksika ka një rol favoriti, besoj, në këtë kuadër. Ta fillojmë pak ndryshe me Kështu duhet. Normalisht vendi organizator ka dhe një entuziazëm, stadiumi është i veti, luan atje. Grupet ka qenë skuadra më stabil, pavarësisht se grupet nuk kanë qenë domosdoshmë me kundërshtar. Kishte një statistikë që trajneri Aguirre kishte përdorur në fush 25 lojtarë, pra kishte bërë një lloj shpërndarje dhe numri i golave, edhe golat kanë patur një shpërndarje, nuk kanë patur një lojtar kyç siç kanë patur kombëtarët e tjerë, një futbollist për shkak që shonte 3-4, por shpërndar dhe goli. Ndërsa dy ndeshje të tjera janë Bregu i Fildish me Norvegjinë dhe Franca me Suedin. Francë-Suedi besoj tash ne flasim gjithmonë letër. Në letër është kështu, në letër kështu pas dhe disa rrezikshme është Suedia se Lorenzi bën kështu po. Suedi e mundi dyer Kosova, erdhi botror. E filloi botrorin, e mundi kush i bëri 5 gola? Hollanda. I bëri 5 gola, e kaloi grupin. Shive se është aty. Veri 6 humbjer, edhe vajti botror. Lorenzi është aty. Kështu që është gjithmonë e rrezikshme. Pavarësisht se Franca është tjetër kalibër. Po, nuk ka s'ka fare. Franca vazhdon të ngelet e favorizuar. Po e çove Francën në finale me këtë logjik. Po tani do flasim me Suedin, po se po kur po të luajmë në ekip tjetër, po Suedia nuk shikohet me sy, po e bëri Hollanda e bëri po cop. Ora i ka dy prej sulmuesve më të shtrenjtë, Gyökeres dhe Isak. Kështu që nuk duhet ta shkaluar, po mirë nuk i dihet asnjëherë, ka kontingjent, ka futbollist, se nuk është ekip që s'ka asgjë. Po pse kishte këta ku luajti me Kosovën? Megjithatë, përqindja e ai kishte këta. Përqindja e kualifikimit, por nuk e kishte se Isak ishte dëmtuar. Përqindja e Francës për të kaluar sot raundin është 82% me 18. Çfarë do thotë? Sa ishte Brazili dje? Është diferenca më e madhe. Brazili ishte 69 me 31. Deri minutën shtesë. Jo, ishte përpara ndeshjes, pastaj. Po Gjermani Paraguay sa ishte që 82 me 18 sot që Franca kualifikohet. Shiko, mënyra e lojës si luan Franca të jep ty edhe mua edhe këto atë kënaqësinë e saj të luajturit. Megjithëse kishte në grup në ndeshje që nuk ishte në pjesën e parë, po e kthete në pjesën e dytë, do ta pranoj. Se Senegali mos gabon. Ndeshja e parë, por kontingjenti që ka grupi lojtarëve, pastaj janë lojtarë të cilët janë arktohen me topin. Ne e quajmë domthonë një kënaqësi me topin. Topin e përdorin domthonë për disa veprime të cilat janë për publikun janë të bukura, se publiku don gol, triblime të bukura, goditje të bukura, pra kjo kënaqësi e lojës futbollit. Nuk është shelmi, nuk është grushti, nuk është kjo që qahen nëpër vetlla dhe këto. Ajo vetëm një don dhimbje ke aty që çfarë ndodh në futboll që e kthej edhe si në boks. Franca është e tillë. Franca ka një grup lojtarësh të cilët i zëvendëson në momente të veçanta kudo. Do thosh ti është eliminu Franca në 2018-ën? Që doli një moment 2018 ishte kampioni, 22 doli finale. Po, doli finale. Pra, i nol edhe kësaj që vjen një moment. Po këtë vit sur ka më shumë pjekuri mendoj. Po e çoj neshin te penaltit. Aty se dinastia asun që mund dalin Franca. Pa reziston dot 120 minuta Suedia. Jo, nuk flet për Suedia. Çfarë Suedia? Akoma me Suedia. Ja, pse jeni finale të dy. Jo, zotri, unë se dua fare Francën, unë se dua hiç. Nuk flas për penaltit që u shkoi me Franca nuk do kaloj kaq lehtë. Unë e shoh situatën që nuk i di. Jo te kjo ndeshje. Jo te kjo, po për surprizë nga Franca më tej. Kush fiton shopin e art? Viti tjetër nuk fiton botror. E kupton është problemi. Ishte një histori. Dembele tash është ai. Dembele ka fituar vjet, kështu që mund të mos e fitojë të botror. Do bëhet kurbani kësaj. Pastaj prica rrugës ka tani u bë çike lehtë se Gjermania u eliminua. Për shembull, nëse ata mundin Suedin kanë përpara Paraguayn. Pastaj duhet presin kush do vi nga krau tjetër, do vi Spanja, do vi
Portugalia kush është skuadra që e ndjek. Në një gjysmëfinale për shembull Spanjë-Francë do ishte shumë e bukur. Për thënë vërtet. Ishte një ndeshje. Unë për mua më mirë që Spanja të shkonte më lart, apo s'arrin dot në finale. S'arri rrugës do e gjej Francën diku patjetër. Livia, çfarë kishe sot? Jo, e vetmja ndeshje që un kam atë dyshimet e mia është Meksika dhe Ekuadori. Që i shef më të barabarta thua. Nuk e di, jo, barabarta nuk i shoh. Shoh Meksikën pak më lart. Ti ke filluar tani duke bërë këto parashikime. Po për këto parashikime. Me konspiracion. Se këto që gjen ti janë për të paguar, ata që dëgjojnë. Të thua që do eliminohet Gjermania. Nuk imagjinon sa vetëm kanë shkruajtur, na thunë tjetër se do kishim luajtur. Tani ti të mungonte vetëm e ke para atë që bën me oktapodin apo me macen që verdhet ti për Francën si thua, kualifikohet. Me Suedin. Franca po. Unë e thash. Po Norvegjia me bregun e Nuk do Fildis. ketë probleme me këtë ndeshje. Norvegjia po, Norvegjia. Kjo është ndeshje shumë e vështirë. Ndërsa te Meksika kam dyshime, mendoj që Ekuadori mund të lozi shumë fort. Si ka ndryshuar Norvegjia që nga koha që ka luajtur kombëtare on atëherë me atë 2-2-shin e famshëm, ëh? Kishte Tore Andre Flomos ka bëj ka qenë atë kohë. Dy vëllezër, të dy janë. Po. Edhe ky Tore Andre Gjeni dhe Tore Andre. Kishte edhe atë pastaj që ishte Makthi on, Solskjaer, që ishte po. Pastaj ai sa u fut ai vetëm penaltinë. Ne di shumë mirë se ne kemi qenë bashkë. Ka ndryshuar, kanë ul organizimin e lojës. Domethënë nuk janë më me topa gjatë, nuk janë më lojtarë që priçin dhe shikonin çfarë mund të bëte kundërshtari, sepse u ndeshin që ka herë dhe inferior. Janë lojtarë të cilët është ky brez lojtarësh, duke filluar me Haaland e kompani. Po të pëlqen si skuadër kështu don, ka një identitet Norvegjia, si mendon? Më pëlqen në mes edhe në sulm. Në mbrojtje mund të ketë probleme. Një skuadër shumë shtatlarte që poshtë ka vështirësi manovrimin me lojtarë që janë të shpejtë shumë. Edhe po ti shikosh pak edhe ndeshjen që ishin 3-1 bën 3-2 me Senegalin, me cili nuk e di me që ishin grup, edhe me Senegalin. Me Senegalin. Pra, e vështirësoj nga ai lojën për këto gjëra, them mendoj unë. Por nëse do bazohet vetëm te Haaland, e kanë vështirë, sepse Haaland një gjë do të bëja pyetje për Norvegjin. E para ka një ritual shënimi golash të jashtëzakonshëm. Shënon shumë gola, edhe në grup me Italinë bëri gola, edhe këtu bëri gola, domethënë është një skuadër që shënon gola, ka të lehtë golin. Dhe gjëja e dytë është që kjo forma e këtij Haaland, që është një futbollist këtë vit i jashtëzakonshëm, është i fortë shumë e madhe për këtë skuadër. Shiko, Gledi, këto piket e fort e kanë te Haaland, normalisht. Nëse din me e gjet këtë lojtar. Ka një sens ai shënimi golin në zonë. Ky nuk është si Messi që merr topin, shkon pak bën në televizjet, triblimet, eliminon kundërshtar, del në përsi numerike skuadra, se duke bë triblimin, ke fituar përsi numerike. Kështu që skuadrat që s'kan tribluza të mirë kanë vështirësi për të ça. Një nga këto është Norvegjia. Norvegjia mendon domethënë do e zgjidh problemin me Haaland. Me një aksion të shpejtë, me një krosim në zonë, po. Nëse ato do ta gjejnë mirë këtë lojtar, se ky është i jashtëzakonshëm, ndash me kokë, ndash me kam. Se për të tribluar Haaland nuk e ka. Haaland mos e jep topin kam. Haaland i jep topin përpara. Nëse i jep topin kam, ky nuk ka Messi që e thith për herë, edhe i met njët aty si me spangu i themi ne. Ky është mënyrë tjetër. Kush e gjen këtë lojtar në atë formë, siç e kanë gjetë City apo edhe këto skuadra, sa është Odegaard e gjen. Kanë pikën e fortë kokën përgjithësi këta. Janë nga 1.90. Ke pas Savin aty përpara, Savin ka 5-6. Po fakti që ai në ndeshjen e tretë për shkakun ndroi gjithë skuadrën. Tu duk diçka pozitive për shkakun? Jo, unë jap drejt një moment veçantë. Që ndroi gjithë ekipin po thosh. Ke kam përballën, kam Francën. Po pse do përplasën për dalë vend parë dhe dytë për Francën unë? Bëni llogari. Franca shumë më mirë se unë thotë. Ai nuk e çfaq, nuk e thet përpara ekipit. Po patjetër. Por ta ruaj sepse në atë ditë mund të vritet një nga lojtarët kryesor. Si në rolin e një trajneri duket diçka normale domosdoshmë. Kur e kam siguru kualifikimin, Po pra po. Se ti ishte atë ti la 5-6 vetë të duket mos gabuar. Ne kemi këtu dhe se dhe unë kisha këtë kuriozitet. Domethënë pyetja ishte unë do bëja pak ndryshe pyetje. Mos ndoshta jo të gjithë ekipin, sa ai në ndrime, tani të paktën 6, 5. Gjermania për shkak nuk ndroi asnjë. Gjysmën e ekipit. E humbi ndeshjen dhe i rëndoi në situatë. Shiko, edhe Messin e lan Stola ai, në fakt e la dhe Messin Stola dhe futi kur ishin 2-1, nuk e di që ky bëni tretin, mos gaboj. Kështu që janë disa gjëra të cilat si trajner unë jap drejt sepse nuk mirë tha një moment. Unë s'ka marrë që ti duhet pa Haaland fushë s'bën atë ditë. Po unë kam edhe unë. Po kundra një Mbappé do ishte shumë bukur. Po jo. Është një botror, është një herë 4 vite pse jo. Po tash po do me pa Haalandin, po tash unë kam detyrat e mia, kam edhe objektivat e mia. Jo, unë do të bëj është kjo menaxhimi i grupit. Tani Norvegjia nuk del
gjithmonë botror. Se po jep disa minuta dhe disa lojtarëve të tjerë krijon dhe një lloj harmonie në skuadër. Një Neymar në minutën 76, më shumë prente. Ajo do përplaset, më duket do dalin me Brazilin, i bën për Brazilin? Po, me Brazilin. Skuadra fiton luan me Brazilin. Me Brazilin. Pra, është një moment që bukur të ishte një për shkak Norvegji-Brazil. Shumë e bukur të ishte si ndeshje. Dhe inshallah fiton dhe Norvegjia. Aq më tepër që ka Gabriel mbrapa atje Brazili me këtë. Po, çfarë tepër janë hëngur gjithë vitin. Gjithë vitin që janë përplasë vit po. Si Mazar e Miun edhe do të shohim. Një pyetje me syrin tënd si tani si trajner. Ore, se po shikoja golin e tretë Mesit atë me faull, e pe. Ore mos me faull. Se ti thua Enzo si Tironsi ti. Po. Mos edhe lojtar kundërshtar Messi tani japin murin portën anë. Ja filloi tani. 30 metra. FIFA është me Messi. Edhe kundërshtar tani bëjnë me Messi. Vetëm më përgjigjet profesor, se kamera. A e pe atë golin e tretë lutem. Ja, nuk është era parë që ai bën Nence. Topi mes po bro. Me bën një lojtar Nence për herë të parë ADD. Po topi ishin edhe 3 futbollistë të Argjentinës, për plotsoi muri aty ishte 8 veta. Ja shikon portierin ti. Un portier domethënë i vefaj se në krahun 8 epizoda është goli e para. Ti ha si për murin, është je i justifikuar. Ky vetëm kaq. Sepse po ta bëri mbi murin, është meritë aty. Bravo. Atë portieri e kap e stopon edhe Se falli parë mos gabohemi Ronaldos me Portugalin që boni si por gjute Ronaldo gjyti Nuno Mendes, po. Këta janë është i veprim, edhe të çorënton nga ana taktike portierin, ai mendoi se Ronaldo si për murin, ky ja dhan krah. Sa i bën një hap. Sipas te portierit të paktën ke krahu vet nuk duhet ta mësoj gol. Jo, në asnjë mënyrë. Ajo si ishte as në cep, po ishte 2 metra nga krahi portierit. Kur sot e gol Sarkosha në krahun e vet. Si thonë. Ktu si për murin asgjë. Po patjetër se ai di shumë mirë, ditë shumë mirë. Atë për bëj shaka. Po, patjetër. Se janë bukur këto histori. Ka një episod që mund ta tregosh me këtë ndeshje me Norvegjin atko? Në një gjë që mund ta rikthejmë në memorie në këto 2 minuta e fundit? Golën minutat e fundit. Edhe atje edhe këtu. Edhe këtu kur humbi 2-1. Kështu ajo si. Korne. Ta kornet janë bërë të mërshme për këta skuadra që janë edhe. Kishim në atë problemin e golit minutë fundit në atë kohë. Domethënë që na vinte çik. Ku diun, duke pas parasysh gjithmonë lodhjen ana psikologjike, mentale, domethënë nuk je i qartë, nuk je i freskët, nuk je në rregull. Kjo na ka munguar atë kohë. Sot e kësaj ditë ka ardhur që i ka dhënë permision. Erdhëm fund. Se shikoj këta lojtarë me kë luajti me Tunizin luajti që sa Berg vjen 3 gola. Këta kur mbarojnë ndeshja ishin zero rad lojtarët edhe që bësh foto. Po. Me foto. Ata rrezikishin marrën celular me veten në fushë. Falenderoj Lorenzo Emini, Livian dhe veçanërisht profesor Afizin do bashkohet përsëri premten dhe sot me pason e mbyllim këtu. Takohemi nesër si gjithmonë në orën 14 për të tjera ngjarje nga botrori.